Fruti që ul rrezikun e sulmit në zemër, sasia që duhet të konsumoni. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sëmundjet kardiovaskulare janë vrasësit kryesor në mbar botën, duke marrë afro 18 milion jetë çdo vit. Sipas një studimi të ri, konsumimi të paktën 2 avokadove në javë mund të zvogëlojë rrezikun e një ataku në zemër. Konsumimi i avokadove zvogëlon rrezikun e sulmeve në zemër, si tek burrat ashtu edhe tek gratë. Njihuni më poshtë me rezultatet e studimit dhe sasinë që sipas ekspertëve mbron shëndetin tuaj kardiovaskular. Studimi mbi faktorët e rrezikut të sëmundjeve kronike ndoqi më shumë se 100.000 gra dhe burra për 4 vjet. Për të shqyrtuar këtë ndikim, studiuesit zëvendësuan të njëjtën sasi vezësh, kosi, djathi, margarine, gjalpi dhe mishi të përpunuar me avokado. Ata vunë re se ndryshimet në shëndet ishin të mëdha. Në vend të avokadove, ju mund të konsumoni ushqime me një profil ushqyes të ngjashëm, të tilla si arrat, bajamet, ullinjt, vaj ullirit, fara si kungull ose liri, fasule, qiqra dhe thjerza, si të parandalosh sëmundjet e zemrës. Për të parandaluar sëmundjet e zemrës, mbani nën kontroll peshën, presionin e gjakut, kolesterolin, gjithashtu menaxhoni stresin, kufizoni alkoolin, shmangeni duhanin, bëni gjumë të qetë, stërvitje të rregullt dhe ushqehuni shëndetshëm. Yndyrnat e shëndetshme që duhet të konsumoni janë vaj ullirit, i kikirikut dhe vaj susamit së bashku me avokadot, gjalpin e kikirikut, arrorët dhe farat. Shmangni yndyrnat e ngopura dhe yndyrnat trans që rrisin nivelet e LDL, të njohur si kolesteroli keq. Të tilla janë produktet e qumshtit, vezët, gjalpi dhe pjesët yndyrore të viçit, derit dhe shpendëve me lëkurë. Këto yndyrna mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve të zemrës, goditjes në tru dhe diabetit të tipi 2. Ato shpesh mund të gjenden edhe tek ushqimet e skuqura apo ëmbëlsirat.